Kërkesat për të zhvendosur jashtë vendit nga izraelitët që punojnë në kompani shumëkohshme që operojnë në Izrael, u rritën vitin e kaluar si reagim ndaj luftës 2 vjeçare kundër grupit militant palestinez Hamas, tregoi një raport. Shoqata e industrive të teknologjisë avancuar të Izraelit zbuloi se 53% e kompanive raportuan një rritje të kërkesave për zhvendosje nga punonjësit izraelit, duke vënë në dukje se ky ishte një trend që me kalimin e kohës mund të dëmtojë motorin aktual të inovacionit dhe leadershipin teknologjik të Izraelit. Sektori teknologjisë përbën rreth 20% të prodhimit të brendshëm bruto të vendit, 15% të vendeve të punës dhe më shumë se gjysmën e eksporteve të tij. Qindra kompani shumëkohshme në Izrael përfshin Microsoft, Intel, Nvidia, Amazon, Meta dhe Apple. Në raportin e saj vjetor, shoqata tha gjithashtu se disa kompani shumëkohshme po shqyrtojnë transferimin e investimeve dhe aktiviteteve në vende të tjera. Në të njëjtën kohë ka pasur një rritje të kërkesës për zhvendosje midis drejtuesve të lartë dhe familjeve, me më shumë punonjës që aplikojnë për pozicione jashtë vendit. Megjithatë, raporti vuri në dukje se kompanitë shohin ekosistemin teknologjik izraelit përmes një këndvështrimi afatgjatë dhe shumë firma kanë ulëzuar gjatë luftës. Rreth 57% e kompanive ruajtën aktivitete të qëndrueshme biznesi gjatë gjithë periudhës së luftës dhe 21% zgjeruan operacionet e tyre në Izrael. Rreth 22% e kompanive raportuan dëme në aktivitetin e biznesit gjatë luftës, e cila filloi më 7 tetor 2023. Edhe gjatë luftës së vështirë, industria izraelite e teknologjisë së lartë, përfshirë kompanitë globale që operojnë në Izrael, dëshmoi edhe një herë qëndrueshmërinë dhe aftësinë e saj për të udhëhequr në inovacion dhe kreativitet, theksoi raporti.